Për ata Ibn Taymija tha, dhe Aristoteli tha kure potencoj se një filozof grek i vjetër, kishtë thonë se gjdo sen është një, edhe pse ti e imagjinohet se janë ma shumë se një, krejt këto janë një. Dhe Aristoteli nuk e përqeu këtë ide. Për atë Ibn Taymija thot, nëse Aristoteli si jo musliman nuk ja pëlqejti besimin e tyre, çka të flasun e për to. Megjithatë shkurtimisht, si e kuptojnë dhe e trajtojnë fjalën La ilaha illallah sufit. Që ku dalmi të kushtet e fjalës La ilaha illallah, mo thëmë thojës pse Ehli Sunneti ka qitë këtë kusht. Dhe Ehli Sunneti të ngone për nga merit Allah të kuptojshin let, për shkak se s'kishin pengesa nga askush, për shkak se shejtanët nga gjinët dhe njerëzit sishin ata që e patën arrit devijimin e njerëzve dhe ndikimin e tyre deri në kohën tonë, të cilët do të shohmi më vonë, se sa na shtremuan dhe na larguan nga fjala për të cilën Allahu krijoi qiejt dhe tokën, fjala e cila për të cilën Allahu zbriti libra dhe çoi pejgamber. Prandaj pismi sufit dhe i thojnë, çka do të thot fjala La ilaha illallah? Ato përgjigjen dhe thanë, fjala La ilaha illallah do të thot, ka të ekzistuar në realitet pos Allah. Pra çdo sen dunjo, çka e shifni është Allah. Këtha kjo do të thot La ilaha illallah. Nuk ka të ekzistuar pos Allahut azza wa jall. Dhe ata e potencuan në librat e tyre. Për këtë arsye, Ibn Sebaini, njoni prej atinve që e akuzoi dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi Allahu than, s'ka pejgamber pas meje, dëgjoni ki i cili pa turp dhe marrë, që e kundërshtoi dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe tha, gjali Aminës, pra pa edukat, gjali Aminës tha, ka gënje për vetën e ti, ka rejt pejgamberi Allah. Këto pretendojnë që të mësojnë dinin Allah. Për këtë arsye, Ibn Sebaini ishte njoni prej atinve të cilët nuk e thonte dhe mësonte xhamatin e vetë të thot, mos thuni La ilaha illallah, po thuni lejse illallah, ose illallah, ose Allah, Allah, ose hu. Pra këto janë ata të cilët i mësojshin xhamatin e tyre dhe tash më vonë do të tregoj pse ata e mësojshin xhamatin si ardhritën të manipulojnë me xhamatin e tyre. Ibn Arabia për ata pretendon dhe thot se Allahu pra i adhuruari tha mund të jetë në fotografi të ndryshme. Pra i adhuruari mund të jetë tha dhe në fotografin e Firaunit dhe Latit. Tha mund të jetë i adhuruari dhe në fotografin e të adhuruarve të ndryshme, po mund të jetë dhe i adhuruari dhe fotografit e pejgamberëve dhe ulemave, po dhe evlijave. Pra kejt kanë të adhuroj si pas këtin, adhurove dilin, adhurove hanën, adhurove gurin, adhurove pemën. Tha Allahu është i përzim me ta. Pra si pas këtire, nuk ka qafir. Si pas këtine, të gjithë që adhurojnë kanë të adhurojnë, nuk kanë problem.